Mos i hidhni lëvozhgat e hudrave do trajtoni këto probleme shëndetësore. Që hudra ofron një sër benefitesh për trupin e njeriut nuk është diçka e re, por ndoshta ju nuk e dini se mund të përdorni dhe lëvozhgat. Mund të kenë një efekt të fortë kundër alergjive dhe kushteve të caktuara shëndetësore. Gjithçka që ju nevojitet është t'i mblidhni lëvozhgat dhe t'i ruani në një kavanoz qelçi. Merrni pak nga to, shtoni 1 litër ujë dhe lëreni të vlojë për disa minuta. Lëreni të qëndrojë për 6 deri në 8 orë që uji të ftohet plotësisht. Asnjëherë mos e pini këtë pjesë sa është e nxehtë. Pini 4 gota nga ky ujë në një ditë dhe kështu me radhë për muajin tjetër. Ju do të shihni se sa shumë lëkura juaj do të bëhet më e bukur dhe me shkëlqim. Gjithashtu kjo rekomandohet si një mjet për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare në shëndetin tuaj.